Sa më shumë thellohen hetimet, aq më shumë zgjerohet pista për atentatin me 4 të plagosur mbrëmjen e 17 prillit në Lundër të Tiranës. Ende pa prova dhe pa autor, hetuesit nuk përjashtojnë mundësinë që objektiv të ketë qenë edhe pronari i Pelikanit Security, 2 fëmijë të mintur të cilët u plagosën bashkë me shokun e tyre dhe shoferin e familjes. Pas ditën e së shtunës u gjet në fshatin Fika Smullet një motor i djegur, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët e ngjarjes. Fillimisht hetuesit dyshuan se atentatorët gabuan shënjestrën dhe se objektivi i tyre mund të ishte bashkëshortja e Roan Brahimit, eksponentit kriminal të vrarë në maj të vitit 2024 në Athinë. Automjeti i saj është i ngjashëm me të pronarit të Pelikani Security, me vetëm një gërm ndryshe në targ. E të dyja palët jetojnë në të njëjtën rezidencë villash në Lundër. Atentati i afërt në kohë, një orë pas vrasjes në Lezhë të vjerrit të saj, i ngjalli më shumë këto dyshime, si një hakmarrje e mundshme për konfliktet e bashkëshortit të vrarë. Mbrëmjen e 17 prillit, fëmijët po ktheheshin në shtëpi pasi kishin festuar jashtë Tirane, ditëlindjen e djalit 11 vjeçar të pronarit të Pelikani Security. Atentatorët nisën të qëllojnë në drejtim të makinës G-Klas që drejtohej nga Arend Stafa në lëvizje. Përveç 7 gjurmëve të plumave në makinë, një plumë tjetër ka kapur edhe një automjet që lëvizte në afërsi. Drejtuesi i saj është larguar menjëherë prej frikës, por pak qaste më vonë njoftoi policinë. Tashmë analizat e pamjeve nga kamerat e sigurisë janë zgjeruar edhe për ditët para atentatit, me qëllim që të gjurmohen lëvizjet e tyre.